Të shtëna me armë zjarri në mesin e ditës në qendër të qytetit të Shkodrës, mes shënjestrës së atentatit plagosën dhe 2 kalimtar, teksa 10 të tjerë kalojnë minuta të merri. Pas ngjarjeve të tilla të rënda në pikpyetje, vihet siguria publike dhe forca uniformave blu para kriminalitetit, të pyetur nga Star Plus. Qytetarët e Shkodrës ndajnë mendime të ndryshme. Nuk ka fort siguri në këtë vend. To është me ignorën bërhon. Duhet me kenë më i sigurt. Për siguri qytetit asfare nuk ka. Si plagosen mes popullit tërë vetë. Jemi edhe fëmin me që ka shkolla. Se s'nina. Na si njohim as si dim ata plagosen, po ne ka ardhur keqardhje shumë petune. Ka nga të qytetarë të cilët vlerësojnë punën e policisë dhe veçanërisht sa i takon arrestimit në kohë rekord të autorit të ngjarjes. Fakt policia punon mirë, pa rregull të qesin, unë për vete kam kërkuar si qytetar një për gjitha raste, edhe kur më njerë mi ka zgjidhur problemin. Se rregull duhet na gjëson qytetarët për këtë punë, shteti duhet kryej detyrat, edhe duhet më lut Zoti që mos ketë raste se shteti s'ka fuqi me kriminalet me parandalu atë shpejt. Besë duhet. Unë tham që mund të jetë rasia është se është njëri që ka bo atë unë, është njëri pa përgjegjëse miri. Se të janë pak si, nuk janë fort përgjegjshme të të më thonë sinqerisht. Si janë e parë veç tëngë, mu vra, mu sa këtu mu desni mu. Nuk bën kështu. Ka mënyra tjera, me qetësi, me forme, ashtu mu marrë veç me një tjetër, për jo. Thillë fjallë e parë tëngë, arme në drejtë, që mojnë të zilë fjallë. Kështu s'bën. Nuk bën. Por qetësia nuk hin në këtë mes e policia është këtë rregull këtë, shumë shpejt, shumë rregull. E kanë gap për çfarë thonë, shumë shpejt e kanë gap. Shumë shpejt e kanë gap. Shpejt e kanë gap. Shkodranët argumentojnë se policia duhet të punojë më shumë për parandalimin e ngjarjeve, veçanërisht kur kanë informacion për konflikte të hapura, ndërsa bëjnë apel për dorëzimin e armëve dhe mos kryerjen e veprimeve të pamenduara që dërgojnë në krim.